Lamine Yamalin që i merr shkëlqimin, ka Dani Olmo që luan përsëri te Barcelona, është kjo pjesa e marketingut. Është një sulmues që bën ka rreth 21 apo 22 gola në sezonin që lan pas, por çenosh me Real Sociedadi nuk e bën dot atë bujen sikur të bësh edhe 5 gola me Barcelona. Është edhe kjo pastaj. Megi, kur do ta ftosh me ndonjë koncert tandem? Sa të mbaroj se nuk po bëjmë dot live. Që me zi po presim të mbaroj, që të fillojmë në pastaj të punojmë. Sa ka penalizuar kampionat botror të paktën në fushën e muzikës, sepse besoj dhe në fusha shumë tjera të artit ku mbledh komunitetin e njerëzve. Për sa i përket live-eve, ka pasur një stopim, sepse jemi të gjithë me ekranet të mëdhaja duke bërë tifa. Kështu që presim edhe të dielën. A ka pasur raste që ndërkohë që ti ke performuar, ndërkohë që edhe televizori ka qenë nga ana tjetër i ndezur tek ndeshja? Ka pasur raste, ka dhe raste që ne shkojmë për të pirë një gotë në lokal dhe këti është DJ në Muzikët Maksimum dhe kretë papritur në një sfond aty është edhe ekrani me futbol. Bukur. Me që është këndshëm te kjo pjesa e vetëftesave, po vetëftohemi edhe të ndonjë ndeshje basketbolli. Kris,